është në përputhje me kushtetutën dhe konkretisht me nen 109 dhe pika 2 e saj, që ushtrimi i detyrave dhe i kompetencave të kryetarit të bashkisë të ushtrohen nga një zyrtar i zgjedhur për një afat kohë të pacaktuar. Mund të ripërsërisht një herë pyetjen, lutem? A është në përputhje me kushtetutën dhe konkretisht nenin 109.2 e saj, që ushtrimi i detyrave dhe kompetencave të kryetarit të bashkisë të ushtrohen nga një zyrtar i pazgjedhur për një afat kohor të pacaktuar. Sërish mendoj që jemi brenda të njëjtit kuadër pyetjesh, pra sa tani kaluam nga sa e ligjshme është akti i delegimit, sa kushtetues është akti i delegimit, kështu që përgjigjja jonë është e njëjta gjithë. Që në rastin konkret nuk po diskutojmë ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e njërit prej akteve shumëta që kanë shkruar kryetari i bashkisë. Në përshtypjen që pyetja synonte të thoshte, a është kushtetuese fakti që dikush i ka zgjedhur po ushtron detyrën? Ishte kjo? Është. Okej. Sërish i qëndroja asaj që po thoja, në thelb ky personi dikush është një person që e ka marrë legitimitetin për të ushtruar atë funksion në bazë të një akti të kryetarit të bashkisë dhe nuk kemi të objekti i shqyrtimit të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë të atij akti delegimi në rastin konkret. Pyetja e katërt është sërish në kuadër të parimeve kushtetuese të mbrojtjes së interesit publik. A mbrojtja e interesit publik dhe parimet kushtetuese kur i zgjedhur i prej zgjedhësve nuk kryen për shumë arsye detyrën të cilën i është shpjeguar nga zgjedhësi? I nderuar, sigurisht kjo pyetje do të ishte e ndershme nëse do t'ja bënin të qytetarëve të Tropojës. Pra nëse për ata jeni okay që të rinë 11 muaj pa kryetar bashkie dhe nuk e bëni këtë pyetje, por kjo specifikon vetëm një njerëz dhe targeton vetëm një njerëz, kjo nuk më duket normale. Në fakti që ju nuk e pyesni këtë për dikë tjetër, që është në një këtë gjendje të përkohshme më të gjatë se imja, tregon që po bëni diferencim në këtë rast. Kështu që për sa kohë që kanë qenë të vlefshme delegimet e kryetarit të bashkisë Tropojës dhe nuk ju kanë shqetësuar, s'duhet t'ju shqetësoj fare fakti që unë në të njëjtën mënyrë kam bërë delegimin e vullnetit tim në një pamundësi të organizuar nga vetë shteti. Dhe mua më duket që futemi në një labirint me këtë pyetje, ku praktikisht po thoni, me që një pjesë e shtetit ka kapur, pjesa e shtetit tjetër po ta bën mullar pa drejtësi. Ndërkohë që do ishte shumë në dobi të vendit radh parë, po dhe të integritetit zyrës që përfaqësoni, që ju të shqetësoni për masat e parkurrimit, që ju të shqetësoni për disproporcionalitetin. Dhe duke bërë dy gabime nuk po prodhoni më drejtësi, dhe duke mbajtur dy standarde, absolutisht nuk po prodhoni më drejtësi. Nëse mund të bëj një shtesë duke parashikuar dhe kuptuar logjikën e pyetjeve të tilla. Shumë kush mund të ketë arsye parimore, objektive, që justifikon konstatimin ose justifikon kërkesën domosdoshmërinë që një kryetar bashkie të zonësohet sa më shpejt, sepse ka shumë probleme shkaktuara në qeverisjen e pushtetit vendor, për shkak të mungesës së kryetarit të bashkisë. Po kjo nuk përligj që të gjejmë me patjetër zgjidhje të zëvendësimit, shkarkimit dhe zëvendësimit të kryetarit të bashkisë për te atyre që na lë kushtetuta dhe ligji në zbatim të kushtetutës. Se në momentin që e bëjmë këtë, i vetëm justifikim që na duhet është të gjejmë një sebeb të mirë, një arsye të bindshme për gjithë publikun që të zëvendësojmë kryetarin e bashkisë. Përkundrazi, kushtetuta dhe ligji duhet i paraprijë çdo iniciative shkarkimi. Në rastin konkret, sado që të përpiqemi të gjejmë arsye objektive pse justifikohet një procedurë e tillë, thjesht jemi duke diskutuar sa i mirë do ishte ligji në të ardhmen, sikur të bëjmë disa ndryshime ligjore, e sa i mirë do ishte kushtetuta sikur të bënim disa ndryshime kushtetutëse. Në rastin konkret, ne kemi këtë kushtetutë që kemi, në 115, dhe kemi këto dispozita ligjore që kemi. A gjejmë këto pretendime
Pra, e thash duke hamësuar se si mund të jetë vargu i pyetja në vazhdim. A gjen këto pretendime, arsye, hapësirë brenda këtij kuadri rregullator? Unë mendoj që nuk gjen. Dhe pyetja e fundit ka të bëjë me rastet e përfundimit të parakuet të mandatit të kryetarit të bashkisë. A është përputhje me kushtetutën e 61 e ligjit për veçërisje vendore? Janë rastet e përfundimit të parakuet të mandatit të kryetarit të bashkisë. Po mund të përgjigjem. Kur kryetari i bashkisë vdes, nuk kam vdekur. Besoj që është provë prezenca ime sot këtu. Kur humbet zotësinë juridike për të vepruar, me vendim gjykate të formës për, nuk ka vendim gjykate të formës për. Kur kandidon për deputet, nuk kisha për atyre kryetari i bashkisë që kandidoi për deputet. Nuk është më banor i përhershëm i bashkisë. Ja vetëm përkohësisht nduhet. Sepse kjo masë është masë e përkohshme, është masë paraburgimi, nuk është vendim i formës për. Jep dorëheqjen, nuk më shkërpuar dhe nuk jam të dorëheqjen, prandaj jam këtu sot si kryetari i bashkisë. Nuk pranoj betimin, të bëj betimin, pikërisht se kam bërë betimin, jam këtu që ta bëj betimin. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, faleminderit, japim fjalën profesorit presidentit të Republikës për bërë pyetje. Përshëndetje e nderuar kryetare, neve në fakt nuk kemi pyetje për kërkuesin, nëse na lejoni, shumë telegrafisht, mund të japim një informacion të shkurtër për një pyetje të gjyqtares Xhafer Vllari. Nëse e doni, nëse ashtu ulem. Pyetja ishte pyetje për kërkuesin, besoj. Po, pyetja e zonjës Xhafer Vllari për kërkuesin mori një përgjigje. Ne duam të japim një informacion për të plotësuar përgjigjen, nëse doni. Do keni mundësinë kur bëni parashtrimet tuaja. Jo, nuk ka vlen për parashtrimet. Nëse keni kuriozitet, ja u japim. Nëse s'keni, nuk ja u japim. Po lejojmë atëherë. Okej. Në datën 15 tetor, në institucionin e presidentit të Republikës janë paraqitur 2 kërkesa. Rishtas, për herë të parë, s'ka pas tjera më përpara. Kërkesa nga kërkuesi dhe kërkesa nga gjykata kushtetuese për vënje në dispozicion të praktikës administrative të institucionit lidhur me dekretin. Të 2 kërkesat kanë marrë përgjigje urgjente në datën 15 tetor. Ne disponojmë provat për këtë fakt, mund t'ja udhem dispozicion nëse doni të thelloni hetimin më tutje. Faleminderit. Po. Duket se ne kemi ndërtuar në datë 16. Më shpejt se kaq nuk mundesh. Nuk kemi një kontestim, besoj, në lidhje me marrjen e dokumentacionit, nëse jemi. Tha që ne i kemi marrë vetëm nga gjykata dhe nuk na janë dhënë, prandaj u bë saktësimi. Që i kemi dhënë drejt për drejt. Okej. Ishim në moment që kemi diskutuar, kemi pas për Këshillin Bashkiak dhe për Këshillin Ministrë. Saktësimi i presidentit atëherë